E do një të rësh, racizmi është një formë ignorance. Se s'ju përshtatet. As ju, as kërkuj në botë, nuk i përshtatet. Nëse keni paksa men, nuk i përshtatet. Por, janë popull ignorant, nuk e që me i thanë. Ja t'ju mësoj pak. Shqiptarët, në përgjithësi, i përkasin 4 hapla grupeve kryesore. Tokat shqiptare kanë qenë si një vend kryesor për qytetërim. E t'ju themi diçka. Një që shani djalin e huj se pretendohet që Romët kanë ardhur nga India. Por do një me ditë gjë interesante ju. Shumica e meshkujve në botën perëndimore mbajnë haplogrupin R1B. Ku tjetër gjendet kjo R1B-ja? Kjo gjendet në Indi. Po, në Indi gjendet kjo. Thuhet që një pjesë e Kaukazit lëvizi në Indi, sepse në Indi kishte civilizim që para 3000 vjeç, 1500 vjet, 3000 vjet përpara, ndërsa në Kaukaz nuk kishin. Dhe sot ignorantët shajnë pa e ditë se ka lidhje gjaku me ta. Tjetra, jo dyshi që është shqiptar në përgjithësi. Jo dyshi dhe eshtrat i lirë, eshtrat e lashta sugjerojnë në Europë që jo dyshi janë njerëzit që kanë ardhur që konsiderohen si fermerët e parë në Europë. Dhe më thënë, eshtrat i lirë verifikojnë prezencën e disa haplogrupeve në tokat shqiptare apo i lirë të asaj kohe. Ato janë J2, haplogrupi I dhe haplogrupi E1B1. J2 janë fermerët e parë në Europë, njerëzit që sollën civilizimin në Europë, të ishin të parët që kultivuan bimra, kultivuan zarzavate, fruta dhe krijuan shoqëri, grupe që qëndronin në një vend dhe aty ndërtuan dhe lanë gjurmë të veta. Haplogrupi I, apo I2A më korrekt, që gjendet në nivelet e larta në Malsinë e Madhe dhe në Malzi, përveç se në vendet gjermanike. Janë një haplogrup indo-europian që kanë ardhur shumë më parë në Europë se sa haplogrupet R1A apo R1B. R1A-ja janë slavët, R1B-ja europianët perëndimor. Por që të gjitha rrjedhin kanë ndarjen IJ dhe F, të cilët gjenden në Indi. Por edhe R1B-ja dhe R1A-ja edhe sot gjen shumë meshkuj në Indi. Tjetra, J2, fermerët e parë Anadolak, nga zona e Anadolis. E di që nuk e pëlqeni fort turkun për arsyet historike, të ngjarjeve historike që kanë ndodhur në tokat shqiptare të pushtimit osman, por kjo s'ka lidhje me ato. Ne po flasim thjesht në gjëna të bazuara në shkencë. Dhe madje në Europë, nëse nuk e dini, haplogrupi kryesor nga mitokondria, do më thënë që përcjellen nga nëna në të bijën, vërtetojnë se shumica i përkasin haplogrupit nga mitokondria më të DNA, do më thënë, H, janë mbi 50% të linjave të femrave në Europë që i përkasin haplogrupit nga mitokondria H. Ku tjetër gjendet haplogrupi H i nënave? Kjo gjendet prap sërish në Indi. Po, në Indi. Dhe kjo sugjeron që ka pas një tip preference për tiparet e tyne në seleksionin natyral, si që thojnë shkencërisht. Por kemi harru E1B1. Ku tjetër gjendet ky haplogrup atëror
që përcjellet nga babai në te i biri. Ku tjetër gjendet Eni Bënishi që përcjellet nga babai te i biri. Kjo gjendet në Afrikën Veriore, që janë Egjipti, Moroko, Libia, toka. Dhe kjo mund të sugjeroj që me të vërtet Pelasgia ka ekzistu. Dhe është e turpshme dhe është ironike se si shqiptarët se si një pjesë e shqiptarëve tregojnë racista me njëri tjetrin, duke konsideru prejardhjen tuaj. Dhe nuk po flas bati hava, po flas me fakte. Projekti Rrënjët që po zhvillohet në Shqipëri, që shumë respekt për atë djelmoqa, janë shumë fisnik dhe bravo ju qoftë për këtë projekt, se kanë zbardhur shumë të vërteta, po tregojnë se gjithë shqiptaria ka rrjedh nga, mduket, më korrigjoni nëse kam gadim, por nga 3 fise. Të me thënë, shumica juaj jeni vlazën, keni gjak të përbashkët me njëri tjetrin. Pëlqeje, mos e pëlqe, pak ka të baja jo gjë, por jeni vlazën. Dhe është e turpshme për ju me diskriminu njëri tjetrin për arsye racore, sepse jeni të njëjtët. Ja t'ju tregoj diçka tjetër. Doli me fol një pasardhse e Gjergj Kastriotit. E keni pa? Shikojeni këtu. Çfarë përshtypje t'jep kjo vajzë? Çfarë prejardhje ka? A të duket kjo vajzë nga fise gjermanike? I duket kjo vajzë nga fise keltike? Që vetëm një fis që është prejardhje keltike ose kanë qenë të partë para keltikëve ekziston në toka shqiptare sot. Apo të duket më tipare, më zeshkane. Tjetër, a njihni kush është Pale Angeli? Pale Angeli përmendet shpesh nga Marin Barleti në historinë e Skënderbeut, kur flet, dhe ka qenë sa më i menun se u bë shumë kohë që kam lexuar historinë e Skënderbeut, ka qenë një këshilltar, më duket, i Skënderbeut, të kohës Skënderbeut, dhe një familje fisnike sa i kohë. Dhe Marin Barleti e përmend shpesh herë, sipas Pale Angelit. Shkova në internet me kërku Pale Angelin, a thu ka ndonjë piktura, diçka të kohës tij. Dhe gjeta posaçërisht këtë pikturë. Shikojeni këtu. Çfarë tiparesh duket se ka kjo pikturë? Di se sa përfaqëson sakt pamjen e tij reale në kohën e tij, por kjo është një nga portretet që gjeta në internet. Një tjetër duket sikur nuk përputhet fiks me të, por është ky portreti tjetër këtu. Tjetër, flasim për Jezu Krishtin. Unë jam e krishter, nuk pretendoj që t'ju ofendoj në asnjë farë mënyre dhe do më vinte keq nëse ma merrni për ofendim, sepse e vërteta është e vërtet. Jezu Krishti ka lind në Betlehem në Judea, dhe kjo është sipas Biblës. Dhe në këtë zonë që sot mund ta konsiderojmë lindje mesme, mund të shikosh tiparet e njerëzve që jetojnë aty, dhe njerëzve që kanë jetuar aty me shekuj. Dhe këto sugjerojnë që figura e Jezu Krishtit është zbardh. Dhe kjo ka ndodhur shumë vonë. Ashtu siç ka ndodhur zbardhja e historisë greke dhe zbardhja e historisë romake, sepse eshtrat sugjerojnë diçka ndryshe. Eshtrat sugjerojnë që romakët e lashtë dhe greket e lashtë dhe shqiptarët e lashtë nuk kanë qenë bardhosha. Bardhosha janë bërë më vonë me përzierje, me ardhjen e fiseve tjera, por nuk kanë qenë bardhosha. Pra dhe një figurë e Jezu Krishtit që mund të jetë më e përshtatshme me njerëzit që jetojnë sak atje, do të ishte kjo tjetra. Në histori, ato që lexojnë e dinë që bota perëndimore filloi të laje të gjithë historinë greke dhe gjithë historinë romake, gjithë historinë e lashtë të antikitetit, filloi ta laje me të bardhë. Por kjo ndodhi vetëm mbi vitin 1800, në 1800 e knej,
ku filluan këto dallimet racore, se përpara fokusi ishte që të dim të vërtetën e jo të bëjmë dallime të tilla. Dhe filloi të laje gjithë historinë e Greqisë, historinë e Shqipërisë, historinë e antikitetit romak, filloi të laje me të bardhë. Ato piktura dhe skulpturat e lashta që me kalimin e kohës i bie ngjyra, shpesh herë kanë qenë me ngjyrë. Dhe kur i ka rënë ngjyra, ato atëherë i mbajtën të bardha një pjesë tyre. Filluan të lanin e të ndryshonin historinë për të shty ide raciste si ajo ideja e arjanëve e tjerë, që siç e përmenda më parë është ironike për arsye se dhe ato vetë e kanë përjardhjen në Indi, në Persi, në Pakistan, në këto zona. Mos rrini duke e gjykuar njëri tjetrin, sepse respektin e fitoni me mend, respektin e fitoni me vlera, respektin e fitoni me burrni, respektin nuk e fitoni me bukuri, as me makjazh, as me lëkur. Respektin e fitoni me vepra, me vlera, me principe. Dhe për femnat e pashme, nëse dikush i vlerëson vetëm për bukuri, keni shumë kujdes nga ato persona, se ato persona duhet më përdor vetëm për një gjë. Çfarë mendimi keni ju? Shkruani mendimet tuaja në koment. Ju uroj zoti gjithëve.